Mos bini pre e keqbërësve. Mbroni veten nga mashtrimi në pagesat online. Njihuni më Benin, një profesionist i cili ishte i bindur se ishte një shi i internetit, derisa ra viktime mashtrimit. Një gabim i vogël, ndarja e të dhënave të kartës së kreditit me keqbërësit, i kushtoi atij një pasuri. Mësoni nga gabimi i tij. Qëndroni gjithnjë vigjilent dhe ndiqni disa këshilla kur kryeni pagesa apo lundroni online. Kujdes nga emailët, SMS-t e dyshimta. Mashtruesit shpesh përdorin email, SMS si karem që t'i jepni të dhëna sensitive. Mos i shpërndani kurrë të dhënat personale përmes emaileve apo SMS-ve. Banka nuk të kërkon kurrë fjalkalimin, PIN-in, emrin e përdoruesit ose kodin CVV të kartës tënde nëpërmjet emailit apo telefonit. Verifikoni faqet e internetit. Përpara se t'i jepni detajet e pagesës, sigurohuni që faqja e internetit të plotësoj kushtet e sigurisë, duke kontrolluar HTTPS dhe një simbol dryni përpara adresës së faqes. Rezistojeni joshjes së mesazheve, emaileve me linqe që premtojnë pasuri marramendëse. Nëse vërtet shumë e mirë për të qenë e vërtet, me shumë gjasa është mashtrim. Llogaria juaj bankare do t'ju falenderojë. Monitoroni llogaritë tuaja. Kontrolloni rregullisht aktivitetin e llogarisë dhe raportoni menjëherë në bank çdo lëvizje të paautorizuar. Shmangni kryerjen e transaksioneve në ambiente jo të sigurta. Kujdes, mashtrimi financiar mund t'i ndodhë kujtdo. Mbroni financat dhe informacionin tuaj personal.